Jethet e bakrit po hapin derën për mega marrëveshje në industri, ndërsa lojtarët gjigant luftojnë për të rritur më tej pjesët e tyre të tregut dhe konkurenca po bën vazhdimisht lëvizje të reja. Kompania më e madhe minierave dhe guroreve në botë, BHP, është në presion për të përgjigjur me marrëveshje të mëdha blerjesh të vetat, pasi giganti Rio Tinto kërkon të blejë Glencore. Nëse kjo marrëveshje realizohet, do të krijohet një lojtar i ri i fuqishëm në sektorin e minierave, që do të arrëzojë BHP nga vendi i parë dhe do të ketë një kapitalizim mbi $200 miliardë. Bankerët e huaj thonë se presin marrëveshje dhe blerje të reja të mëdha në sektor deri në vitin 2026. Shtatorin e kaluar, kompania minerare e listuar në bursën e Londrës, Anglo American, njoftoi një bashkim me Teck Resources të Kanadas, duke krijuar një gjigant të ri të fokusuar në bakër. BHP gjithashtu ishte përpjekur të përfshihej në atë marrëveshje. Lidhja e marrëveshjeve mund të ndihmojë kompanitë e metaleve të rrisin prodhimin e tyre më shpejt se sa do të bënin, duke zhvilluar miniera të reja bakrit, të cilat mund të duhen dekada për të materializuar. Kërkesa në rritje për bakër aktualisht po nxitet më shumë nga lëvizjet e lojtarëve të fuqishëm për të siguruar më shumë nga ky metal kyç industrial, thelbësor për fuqizimin e teknologjisë së inteligjencës artificiale. Kërkesa për bakër pritet të tejkalojë furnizimin me 25% ose 10 milion ton deri në vitin 2040, sipas parashikimeve të S&P Global. Kjo pritet të ndodhë nëse minerat nuk rrisin më tej prodhimin, gjë që aktualisht duket e pamundur të ndodhë, të paktën në këtë mas. Çmimet e bakrit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u rritën me 41% vitin e kaluar dhe kanë vazhduar trendin e tyre në rritje edhe këtë vit. Arsyeja kryesore është shqetësimi se kërkesa për ta ashtu quajturin metal të kuq do të tejkalojë ofertën. Ekziston gjithashtu pasiguri nëse tarifat e reja do të vendosen këtë vit nga Shtetet e Bashkuara për importet e produkteve të përpunuara të bakrit. Kjo i ka bërë aktorët e tregut të nxitojnë për të mbyllur kontratat që tani në muajin nëntor Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara shtoi bakrin në listën e mineraleve kritike që konsiderohen jetësore për sigurinë kombëtare dhe ekonominë, një kategorizim që mund të hap derën për ndihmë federale për të inkurajuar prodhimin. Bakri është shumë i kërkuar si përques elektrik, për hapja në rritje automjeteve elektrike dhe burimeve të energjisë rinovueshme si energjia diellore, ka rritur gjithashtu kërkesën, ashtu si edhe shpenzimet e mbrojtjes për municionet e pasura me bakër.